Ne e dim që ata u vendosën edhe jetuan në Manfredonia. Ferdinandi ndjeu një detyrim për t'u kujdesur për familjen Kastrioti, por ai e dinte se situata në Shqipëri ishte me të vërtetë e humbur. Me vdekjen e Skënderbeut, shumë fisnik ikën nga Shqipëria dhe u vendosën në Itali. Jo vetëm ata, por mijëra të tjerë shqiptar të ikur mërguan në Italinë e Jugut si refugjatë dhe u vendosën aty. Por ky nuk ishte fundi I rezistencës. Forcat shqiptare gjetën një udhëheqës të ri tek figura e Lek Dukagjinit, ish rival dhe më pas bashkëpunëtor I ngushtë I Skënderbeut. Pasi mori lajmin e vdekjes së rivalit të tij të madh, Mehmeti u ngrit në këmbë dhe deklaroi: "Mirë Krishtërimi, Europa është e imja, sepse e ka humbur shpatën dhe mburojën e saj." Pengesa e madhe për plotësimin e ëndrrës së tij për perandori universale tashmë nuk ekzistonte më. Sultani planifikoi ta thyente një herë për gjithmonë rezistencën shqiptare dhe të merrte qytetet bregdetare të Shqipërisë nga zotrimi I Venedikut për të pushtuar Italinë e pastaj Romën. Një ushtri e madhe e udhëhequr nga Mehmeti u rikthye në Shqipëri në pranverën e vitit 1478 dhe rrethoi Krujën. Mbrojtësit e kështjellës, të detyruar nga uria dhe mungesa e armëve, e dorëzuan kështjellën më 16 qershor të vitit 1478. Me gjithë betimin solem për të kursyer jetët e mbrojtësve guximtar të kështjellës, Mehmeti urdhëroi që të masakroheshin gjakthtotësisht, ndërsa gratë dhe fëmijët e tyre të merreshin si sklever. Në vitin 1479, Mehmeti erdhi personalisht për të rrethuar fortesën veneciane të Shkodrës, kështjella e së cilës qëndronte si kuror mbaj një kodre të fortifikuar që nga koha e Ilirëve. Historia e mbrojtjes heroike të qytetit tregohet nga Barleti, që ishte dëshmitar I rrethimit dhe numëroi gjylet e mëdha prej guri që binin mbi qytet çdo ditë dhe më të shumta e më të mëdha. Venediku, pranë humbjes totale, u detyrua të firmoste një traktat paqeje me sultanin. Tashmë zoti I gjithë vendit, rruga e sultanit drejt Italisë ishte e hapur. Në korrik të vitit 1480, një ushtri turke prej 10.000 vetash u nis nga Vlora drejt portit Otrantos, portit më lindor të Italisë. Më 8 gusht u pushtua kështjella e Otrantos. Turqit Osman tashmë kishin një bazë në Itali. Roma dhe Italia I shpëtuan pushtimit Osman nga vdekja e papritur e Mehmetit II, më 3 maj të vitit 1481, vetëm 49 vjeç. Unë besoj se mund të themi me plot gojën se ishte Skënderbeu ai që e mbrojti Italinë për të paktën 20 vjet nga sulmet e drejt për drejta osmane. Shqipëria do të mbetej përmbi 4 shekuj në nënsundimin turk dhe do të fitonte lirinë kombëtare vetëm në vitin 1912. Të gjithë popujt e mesjetës që nuk arritën të krijonin shtet kombëtar, u zhdukën plotësisht si popull. Shqipëria ka shpëtuar si popull pa u asimiluar gjatë 500 vjetëve në sundimin turk, sepse pushtuesit turq I gjetën shqiptarët me një shtet nacional të formuar. Rezistenca shqiptare e filluar dhe e vazhduar me lavdi nga Skënderbeu për një çerek shekulli dhe pastaj e vazhduar deri pranë vdekjes së Mehmet pushtuesit, I aprishi planet sultanit dhe bëri të mundur që Italia dhe mbas edhe vendet të tjera të Europës perëndimore të mos kishin fatin e Shqipërisë. Fati I një njeriu u bë përpjekje epike e një kombi për liri. Lavdia mbarti një çmim të tmerrshëm. Besoj se britanikëve u pëlqen shumë ideja e një njeriu që I reziston një armiku shumë më të madh se ai, madje duke arritur edhe fitore ndonjëherë. Te Skënderbeu shohim diçka nga karakteri I Churchillit, dhe kjo gjë bën për vete një publik të gjerë. Dihet mirë se në shekullin e 16 ai u shtua menjëherë panteonit të herojëve të mëdhenj të historisë si personazh
që kishte arritur diçka, kishte arritur një fitore megjithse në dizavantazh. Ai shfrytëzoi ndjesinë e identitetit, të elementit të veçantë dhe të kauzës për të cilën luftoi dhe e mbajti gjallë këtë për 25 vjet. Për mua këtu qëndron madhështia e tij. Kjo madhështi nuk qëndron vetëm tek udhëheqja, por edhe tek aftësia për të dalluar se çfarë mund të bëhet dhe vendosmëria e tij për ta zbatuar atë. Për mua, nëse një komandant i rezistoi për 25 vjet perandorisë më të madhe të zonës, atëherë në një farë mënyre, vendi i tij nuk mund të pushtohet. Turqit mund të kishin triumfuar, por për mua, shqiptarët e kishin parë dobësinë e turqëve apo edhe forcën e vetes. Kur i bën rezistencë një populli, edhe nëse nuk fiton, në fund të krijohet një ndjesi më e fortë për veten. Besoj se Skënderbeu a dha shqiptarëve këtë gjë. Ajo që më bën përshtypje është më tepër forca personale e Skënderbeut. Ai duhet ketë pasur një karakter shumë të fortë, edhe duhet ketë qenë shumë i bindur për misionin e tij. Ndryshe nuk do t'u kishte mbijetuar goditjeve që mori. Të njohësh Skënderbeun nga afër, do të thotë të njohësh popullin shqiptar. Skënderbeu është personifikimi më i drejtë, më real i gjithë kombit shqiptar në përshekuj. Jo vetëm i periudhës së shekullit të 15, por i gjithë asaj që ka ndodhur më parë, e asaj që ndodhi gjatë kohës së tij dhe asaj që ndodh në ditët e sotme. Me gjithë vitet që kam studiuar historinë, ai mbetet enigmatik. Tek ai më ka lënë mbresa mendja, genialiteti ushtarak edhe qëndresa. Megjithatë, gjëja që më tërheq më shumë tek Skënderbeu, si njeri, si burr, janë ditët e fundit të jetës tij. Vendosi të kthehej. Skënderbeu kthye në Lezhë. Kur Skënderbeu shkoi në Itali, në vitin 1467 për të kërkuar ndihmë nga Papa, ai mund të kishte qëndruar në Itali. Ai e dinte se lufta mori fund, edhe nga perëndimi nuk do të vinin ndihma. Osmanët ishin pranë shkatërimit të plot të popullit edhe të tokës së tij. Megjithse mund të qëndronte në Itali, edhe ju lutem për këtë, ai nuk qëndroi aty. Skënderbeu, vendi ku 25 vjet më parë kishte ngritur beslidhjen ndërmjet shqiptarëve. Përse shkoi ai atje? Shkoi sepse duhet përgatiste popullin e tij. Ai e dinte që po vdiste, thon disa historianë. Madje e dinte që kur ishte në Itali sipas tyre, ndaj duhet të kthehej edhe të përgatiste popullin e tij për atë që e priste.